Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi ëmbël, ish banorja e Bigut nën për herë të dytë. Moderatorja e njohur Alba Çobaj, ndërkohë ish pjesëmarrëse në Big, është bërë nën për herë të dytë. Ajo ka ndarë me ndjekësit një nga momentet më të veçanta të jetës së saj, ardhjen në jetë të djalit të quajtur Tomas. Në një postim prekës dhe plot emocione në Instagram, ajo shkruan: "Lumturia pa filtra, Zoti na bekoi sërish me një engjëll në orët e para të mëngjesit." Ajo zbulon se djali ka ardhur në jetë në javën e 41, pikërisht në ditën kur familja kishte vendosur ta quante me emrin Tomas.